Zgjedhjet lokale që do të mbahen me 12 tetor 2025 do të tregojnë se kush është më i aftë me punu për popullin. Sipas analistëve politik, ja se çfarë duhet të bëjë një kandidat që synon të fitojë këtë zgjedhje. Në Prishtinë qytetarët presin ajër të pastër, zgjidhje për mbeturinat, më shumë gjelbrem, zgjidhje për trafikun dhe kaosin urbanistik. Në Prizren është sfida për me rujt historinë dhe kulturën përballë ndërtimeve të pakontrolluara, si dhe përmirësimi shërbimeve publike në rritjen e turistëve. Në Podujev theksi vjen në arsim, shëndetësi dhe shërbime konkrete, më me pak fjalë politike. Ndërkohë edhe në Feriza i Gjilan, Pej e Gjakov, qytetarët kërkojnë jo vetëm premtime, por edhe reforma të qarta. Sipas analistëve politik, një kandidat që synon fitoren duhet t'i ofrojë zgjidhje konkrete për problemet e përditshme, trafik, mbeturina, transparencë, digitalizim, një ekip profesional me përvojë menaxheriale, komunikim të vazhdueshëm me qytetarët jo vetëm gjatë fushatës, vullnet për të dëgjuar dhe për të ndërmarrë reforma reale.